unë jam rëmuar që të dish. Dhe shokët e mija atje brenda. Jo, një sekund. Pra, dhunën, ne kemi qërë rreshtë parë, bashkë me këto gocat, kemi nëzirë gocat në rreshtë parë. Dhe dhuna ka njësur mbrapa nga disa militantë. Dhe janë të maskuar. Lutem, patronazhistë me pepper spray, paralizus, kanë sulmuar policët. Dhe ata pasaj kanë filluar duke na sulmuar ne. Pra janë provokatorë. Dhe këtë treshi, ke komisariati numër 3, që shkon ditën e parë, ishte shumë e pashtë, ishte gjithçka shumë në rregull. Ditën e dytë më kanë kërkuar mua që t'i çoj këtë treshi dhe kanë thënë nuk ka shans shkoj një këtë treshi, sepse ishin përgatitur militantët. Tani, ditën e parë... Duhet të dilni me mikrofon. Ditën e parë, kam thënë 100 herë, unë isha atje në orën 8 atje me 20 veta dhe nuk ishte asnjë atje. Ke komisariatin. Që dhunua njerëzit unë bërtita. Mora gjithë media në telefon dhe dhash hajdeni këtu. Shumë e vërtet. Pra protesta është gjithmonë e distancuar në çdo lloj forme. Qoftë edhe nga fjalët. Nëse nis dhuna fiton mafia. Iki familjarët dhe kemi në ty. Bravo. Shumë e saktë. Edhe ty asjaroj dhe një gjë që çan ndodh në qoftë se ajo do. Edhe sikur Edi Rama të përjati dorëheqjen në ato çaste, lishmëria thotë të shkojnë në zgjedhjet parakoshme për 45 ditë dhe ne nuk kemi asnjë lloj zgjidhje për popullin, është e vërtetë. Një zgjidhje për ta militantët, mund ta jap një zgjidhje. Ju lutem të krijohet një grup me femra, me fëmijë, me të moshuar dhe sapo të evidentojnë ta persona me maska apo që duan nisin dhunë, të afrohen dhe ti bërtasin se nuk kanë guxim t'i prekin. I kishin vërtitur. Ishin militant të PD-së tanë mua. Kam hyrë unë, mua më kanë goditur me botet e ujit, sa mundova që largoj njerëzit nga brava. Dhe na kanë goditur me botet e ujit kur kemi qenë duke ikur. Kur kemi qenë duke ikur, na kanë goditur me botet e ujit. Republikës duhet bëjë denoncim për shkelje flagrante të drejtat njerëzit. Si mund të merret një person, prind, që ka 2 fëmijë që rrezikojnë në çdo sekond dhe jo vetëm mos ndihmohet nga shteti për të drejtat e veta, por të përdhunohet në atë mënyrë. Dhe aq më tepër të mbajtur të arrestuar. Dhe unë i falenderoj të gjithë adhetarët e përgjithshëm shqiptar që mblodhën një fond që u gjendën në nevojë këtij prindit. Dhe ky është shembulli më i mirë i solidaritetit kombëtar. Bravo.